Mirë se erdhët në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti. Shëndetje doktor, kënaqësi që jeni këtu me ne. Përshëndetje, kënaqësia është edhe e jona sigurisht. Sot do t'japim një ndihmë për pastrimin e organizmit, pastrimin e trupit, që duhet të ndodh disa herë në fakt, në faza të caktuara, do ta kemi në konsiderat që trupi ynë të pastrohet, organizmi të jetë i pastër dhe në mënyrë që organet të funksionojnë dhe të rigjenerohen, të jenë më energjike për të na dhënë dhe ne së jashtmi dhe së brendshmi një pamje më të freskët. Ka bim, patjetër ka kombinime të tyre, të cilat na ndihmojnë për të pastruar trupin nga toksinat, sidomos tani në sezonin e pranverës, në përfundim të saj, kur dhe trupi duhet të rigjenerohet. Ndoshta jemi vonë, po asnjë nuk është vonë për të folur për pastrimin e trupit. Po. Do doja fillimisht që të tregonim se çfarë shenjash, çfarë simptomash na tregon trupi kur ai është i ngarkuar në toksina, si reflektohet në organizmin tonë? Po, ka plot shenja, por le të themi në momentet e ndryshimit të stinëve, sidomos kur dalim nga stina e dimrit që kemi qenë të ushqyer me ato menute rënda, me gjell, me të rënda, me yndyrne, shumë e radhë, dhe kalimi në stinën e pranverës, ku ndodh me vërtet një zhvillim i vrrueshëm i gjithë natyrës. Po këtë zhvillim pa diskutime përjeton edhe trupi. Mirë po, nëse nuk kemi ushqyer me gjërat të shëndetshme në stinën e dimrit, ose edhe në çdo stinë tjetër, mundet që trupi të na japi disa simptoma. Po. Ka për shembull njerëz që sikur ndihen të lodhur, që në mëngjes ai mund të ndihet me vërtet i lodhur dhe ka një këputje trupore. Ka njerëz që e kanë gojën si të thatë, ose si të hidhur, ose tek disa vëret një, thonë ata, unë sikur kam një metal në gojë, shije metali në gojë. Edhe kjo është një simptom që organizmi po mbushet me toksina, me metale të rënda, kryesisht metale në këtë rastin e fundit. Kemi raste që kemi një çrregullim në tretje dhe një ashqitje. Për shembull, ose mund të ketë më i pranishëm është konstipacioni, por nuk përjashtohen edhe rastet për shembull e ndonjë diareje e cila mund të marrë pamjen e një diareje kronike, e shpesht 5-6 herë në ditë, ose edhe më shumë. Dhe më pas stopon dhe përsëritet për shembull këto simptoma. Ose një vështirësi në frymarrje, ose një pengesë në urinim. Diçka ka ndodhur për shembull në mushkëri, dhe ne mund të jemi mbi ngarkuar, si themi, në rrugët e frymarrjes, jo vetëm me toksina, por kryesisht ndoshta me këto virozat, me dëmtimet që mund të na lënë virozat në organizëm e kështu me radhë. Këto pengesat në urinim ka plot, por nuk themi më për moshat e thyera, për shembull mbi 65-70 vjeçar, të cilët mund ta kenë atë sindromin e lodhjes së veshkave, u ulet ai koeficienti filtrimit të tyre, por mund të themi edhe tek të rinjt. Atëherë, diçka mund të ketë ndodhur që ndonjë toksin shkon tek këto glomerulat dhe mund të na i dëmtojë ato, ose i ul atë koeficientin e filtrimit të tyre, ose mund të jenë krijuar oksalate e kalciumi, të cilat pa diskutim e vështirësojnë këtë funksionin renal të veshkës. Atëherë, ka plot shenja të tjera pastaj në lëkurë. Lëkura ndihet me fat, me dobët. Mëlçia është organi më kryesor që mund të toksifikohet nga këto mbetjet e substancave radikale të lira e kështu, mushkrit, veshkat edhe lëkura. Detoksifikimi ose toksifikimi i lëkurës shfaqet me shenja të tilla. Për shembull, mund të vërejmë ndonjë fryrje ose enjtje, ndonjë kruarje e shpeshtë e saj, vërejmë si një skuqje të lëkurës dhe ka tendencën që nëse e kruajmë për shembull, lëca rrugë ku mund të kalojnë thonjë për shembull, megjithëse nuk janë ngjeshur fort mbi lëkurë. Në këto raste, po, do të kuptojmë që ose një lëkurë e vyshkur, që ka krijuar rrudha në vazhdimsi dhe rrudha të shumta, ose mund prishet ajo struktura e sipërme e kutikulës së lëkurës. Atëherë, këto janë shenja që mund të mendojmë se lëkura, si një organ
mund të themi më i madh i trupit, mund të na jetë toksifikuar. Atëre, aty ku mund të jetë problematika më e madhe, le të themi që duhet të mëshojmë çik më mirë. Por se bëjmë një detoks të përgjithshëm të trupit, që pastërtia dhe bukuria trupore të vijë nga brenda jashtë, kjo do të ishte një mrekulli e artë për trupin e njeriut. Sigurisht është më e rëndësishme të pastrohemi së brendshme, se kjo do të reflektohet edhe së jashtmi, se me lëkurën për shkak mund të merresh të shtosh kremrat e meradh, po edhe ato kanë kimikate dhe sa ndikojnë në fakt edhe produktet kozmetike në ngarkesën toksike të organizmit. Mirë është që këto kremrat, mendimi im është që të vihen shumë lehtë dhe sa më pak. Dhe kur të përdorim ndonjë sapun për ta pastruar lëkurën, të përdorim një sapun gati me i pH afër 6.5 deri tek 7. Pra, jo shumë grys, as bazik, se edhe baziku është grys, po as edhe shumë acid. Në mënyrë që këtë lëkurë neve, që ndoshta pa dashur ose pa ditur e kemi mbi ngarkuar për shembull me kremra të ndryshme, me make-up e tjera, atëherë mundet që ne ta rëndojmë atë, bllokojmë poret, bllokojmë frymarrjen e saj. Atëherë për ta përmirësuar, unë do të thosha, sikur kremrat të jenë shumë pak të përdorshme, sikur të vendosim tek fytyra, themun gjysmë kokre lajthie. Kaq, sa një gjysmë lajthie është e mjaftueshme, po një lehtë fare, sepse nëse ne do mundohemi të maskojmë rrudhat, ato përsëri do të na shumojnë më shumë nga këto toksinat që ne i vendosim drejt për së drejti mbi lëkurë. Edhe sikur mjalt të ham në mënyrë të vazhdueshme, ai do arrit në një pikë që do të na mbingopi trupin dhe ne do të na neveritet. Edhe sikur një gjë tjetër, pra ta konsumojmë në mënyrë të vazhdueshme, teprica do të më çojë në një neverizëm, edhe tek fytyra do të ndodhi po e njëjta gjë. Ato rrudha do formohen pa diskutim. Dhe pastaj ata do fillojnë me procese të tjera, rrudhosje e lëkurës, operacione e kështu me radhë. Janë femrat më të ngarkuara në toksina për shkak të përdorimit të... Tek lëkura po. Për shembull, ne vëmë re dhe kur shkojnë për shembull tash me qenë sezoni plazhit, duhet të vënë kremra të shumtë që të mos të digjen nga dielli. Ti ke shkuar që të marrësh rreze, që trupi të na konvertojë atë vitaminën D. Atëre pak mund të vendosim në fytyrë, pak, dhe kthej nga trupi më mirë ndonjë vaj që të na ndihmojë në përthithjen e rrezeve, të ruhemi si thuash kur ai rrezatimi ultraviolet është më i fortë, më i dëmshëm, dhe kaq ne i kemi bërë trupit një shërbim shumë të mirë. Po. Në produktet që kemi, ose bimët më të fuqishme që themi ne, ose produktet më të fuqishme që ndihmojnë në pastrimin e trupit, do t'i kanalizojmë dhe sipas organeve, apo jo? Po ndoshta do të sillim dhe atë pastrimin e përgjithshëm të të gjitha organeve. Po duke pastruar mëlçin, për shembull po ta nisim nga mëlçia, kemi bërë një punë shumë të mirë. Duhet të jetë i fokusuar më shumë tek mëlçia, dhe kjo pastaj ndihmon automatikisht edhe gjithë sistemin e tretjes. Por nuk përjashtohet që nëse do marrim për shembull dhe të përdorim bimë të ndryshme, ato nuk janë me spektër shumë të ngushtë veprimi. Jam dakord që sasia e lëndëve aktive që ndodhen te bima janë në përqindje të ulta. Por spektrin e tyre e kanë të gjerë. Për shembull, çdo produkt që neve kemi po të marrim këtu, që kemi analizuar mbi 20 bimë medicinale. Asnjëra nuk ka patur për shembull 5, 6, 7, 10 përbërës. Të tëra mbi 40, mbi 45. Dhe në të gjitha këto, 4-5 janë që kanë lëndë aktive më shumë. Atëherë, aty ku kanë këto lëndët aktive më shumë, aty bëjnë edhe efektin më të mirë kurativ. Për shëndetin, po. Cilat janë këto bimët të cilat kanë kaq shumë substanca dhe na ndihmojnë në pastrimin, rigjenerimin e trupit? Po, le të përmendim për shembull bimë që janë në vendin tonë, është ajo lulza e qumshtit ose gjembi i gomarit. Që është e njohur shumë mirë për mëlçin. Po, atë edhe si herb, si bimë ta korrësh, dhe sidomos kur ka atë fazën e pjekjes së qumshtit të farave, ajo është e mrekullueshme për shëndetin e trupit.
jo vetëm për detoks të mëlçisë, por edhe për gjithë sistemin e tretjes. Gjembaçi e ka sezonin tani, doktor, apo vjen më vonë? Gjembi i gomarit e ka periudhën, le të themi nga 15 korriku deri në 15 shtator. Po kemi të tjera, tashin kemi këtë tëmblagjakun. Ndoshta pak e njohin, po nëse do të shkruajmë në internet, ajo del, ajo bima, e mrekullueshme për detoksifikimin e mëlçisë, për ta pastruar atë. Dhe mund të pihen me këtë bim, për shembull, 1-2 gota në ditë. Ose le të vemi tek kurkumina ose shafrani i Indisë. Ky, nëse hidhet për shembull kurkumina, nëse e hedhim tek pilafi, në supra, mund të hedhim pak në kos, është nga detokset më të mira të mëlçisë. Por, ose nëse e konsumojmë në ujë siç është, apo më dhe më mirë. Po, mund ta hedhim, po. Po le ta quajmë që në kushte shtëpie, si mund ta bëjmë këtë detoksin? Do të bëjmë një detoks në kushte shtëpie për mëlçin, që të na zgjasi 5 deri në 7 ditë. Do të jetë shumë mirë që gjatë këtyre ditëve ne të mos të marrim për shembull produkte shtazore, sikur ta heqim mishin, po në veçanti dhe mishin me yndyrë, mish, peshk, pul, për shembull, një javë ta lëm trupin si thua të uritur në këtë drejtim. Dhe gjatë gjithë ditës ne të përdorim afërsisht 2 litra deri në 2.5 litra ujë ose lëngje. Dhe këto litrat, le të themi 2 litra ujë në ditë, nuk është mirë thjesht vetëm ujë, por mund të përmendim neve disa lloje detoksesh që me të vërtet do ta kryen atë proces më së miri për organizmin, dhe jo vetëm për mëlçin. Për shembull, në asnjë lokal unë nuk kam vajtur që të shikoj të serviret aty ndonjë kan e madhe me ujë, thjesht ujë, mund të grim në të 2 kokra limoni ose 1 kokër limon, të futim 15-20 fije majdanoz, të fusim edhe ndoshta një trangull të prerë në feta të holla. Po këto mund ta bëjmë në shtëpi, shumë kollaj. Kjo mund të bëhet shumë kollaj edhe në kushte shtëpie. Jo, e them në lokale se si një kulturë për shembull, po. Që ti do hash, po merr edhe këtë si detoks, se do të ndihmojë në tretjen e ushqimit që konsumohet këtu. Ndërsa në kushte shtëpie, për shembull ne mund ta bëjmë pak, le të themi, më të rëndë këtë si proces. Atëherë, 1 kokër limoni ne mund ta hedhim në gjysmë litër ujë. Në të mund të shtojmë pak fara liri, pra nëse do marrim për shembull për 2 persona, mund ta mbushim 1 lugë plot me farat e lirit, mund të hedhim 1 lugë kafe me xhenxhefil, ginger të bluar, ose grim holl nga rrënja e xhinxherit të freskët, e hedhim këtu te gota, mund të shtojmë në të pak mjalt, e mjaftueshme është, si thua, 1 lugë çaj me mjalt. Pra, jo ta marr mjaltin unë dhe ta kem për të ngopur organizmin, absolutisht jo. Aq si thua që të më orientoj që këtu ka diçka të mirë, sa të më rizgjoj atë organizmin dhe ta bëj që të kërkoj këto mikroelement ku ndodhen. Pra, si thua shkurt, jo të vendosim pak parfum këtu te hunda, po unë ta hap këtë dhe ajo aroma e lehtë të përhapet. Pra, kaq mjalt afërsisht, dhe nëse kemi mundësinë të përdorim afërsisht për çdo person 200 deri në 300 mg ose 1 maj thike me spirulinë ose gjysmë lugë kafe. Po, atëherë i përzijejmë këto, i lëmë afërsisht 5-6 minuta dhe nga ky ujë detoks mund të pinë familjarët 1 gotë dhe kjo do të ishte shumë mirë gjysmore para buke. Pra esëll gjysmore para buke. Gjysmore para buke. Nëse do të kemi mundësi përsëri para buke, 15-20 minuta pas kësaj gotës së ujit, se tham, duhet i llogarisim afërsisht 10 gota në ditë. Atëherë, mund të përdorim, nëse e kemi të mundur, për shembull, çaj detoks, po ta kemi të gatshëm në shtëpi. Çfarë bimesh përmban çaj detoks? Pikërisht pra këto bimë që përmirësojnë procesin e detoksifikimit, të largimit, të mbetjeve dhe të toksinave nga organizmi. Pra ka edhe tambëlgjakun aty brenda, ka... Edhe tambëlgjakun, edhe gjembin e gomarit,
edhe angjinaren, edhe talektrumin, edhe këto hithrat në brendësi të saj. Pra, janë gati 10 bime medicinale të cilat bëjnë jo vetëm një detoks të trupit, por fillojnë që të bëjnë më aktive edhe funksionin e qimeve thithse në zonën e hollë dhe të trash. Atëhere, nga këto gotat me çajin detoks, mundet që të përdorim afërsisht 2 deri në 3 gota në ditë. Këtë mund t'u japim edhe fëmijëve, mund t'u japim në gota të vogla 100 ml, ndërsa të rriturit ta mbushin gotën 200-250 ml në ditë. Atëhere, përmendëm që edhe fëmijët kanë nevojë për detoks, doktor? Patjetër. Sepse e rëndojnë trupin edhe me ëmbëlsirat dhe janë më të predispozuar që të konsumojnë ushqime të shëndetshme. Le të përmendim për shembull një çaj ujin detoks që do t'ja japim në mëngjes të parën, dhe ne do demonstrojmë një këtu. Mund të japim 2 deri në 3 gota çaj detoks, qoftë edhe fëmijëve, nga 100 ml deri në 200-250 për të rriturit, dhe tashmë do të kanalizohemi ose të orientohemi tek një mëngjes që t'jetë edhe i lehtë, por edhe të më bëjë si thua një shplarje të organizmit, tek një drekë që do t'jetë e pasur me perime, dhe tek një darkë e cila duhet t'jetë shumë e lehtë ose e varfër, si themi. Do me thënë, në darkë mund të pregatitet ndonjë kungull, për shembull pak i pjekur, mund të përgatitet ndonjë molle pjekur, ose mund të ham pak fruta, dhe kjo do ta ishte darka e mrekullueshme. Mund të përdoren edhe disa në veçanti, unë do të theksoja, ai djathi kur skuqet, edhe mishi kur skuqet, ato biftekët dhe bërxollat, që në këtë javë kategorikisht nuk duhet përdoren. Pra edhe bulmeti edhe mishi. Por djathin, por në veçanti, sidomos, unë kam vënë re në ca vende që atë djathin dhe në restorante e nxin, ai e djeg. Është i dëmshëm? Ai është i dëmshëm, po. Ai ndihmon ose stimulon zhvillimin e këtyre qelizave të këqija. Flasim nga studime, për shembull, nga mjek amerikan, onkolog ose mjek të profileve të ndryshme. Po kur skuqet vetëm djathi apo kur skuqet edhe mishi? Edhe kur skuqet djathi që nxihet, ai digjet, ajo mbi vete, shtresa e djathit digjet, gjasme aja e ka pjekur, nuk e din se e ka pjekur, por themi po t'jetë kështu, ose më mirë mos e ha, atë djath, edhe atë biftek ose bërxoll, ose le të gjendet nga ato që ai ta pjeki, për shembull, pa u krijuar këto shtresat e zeza në pjesën e sipërme të po, çdo produkt edhe mishi duke u karbonizuar në atë formë. Ose edhe perime të pjekura, nuk është mirë që ti nxish, ti djegësh ashtu. Më mirë fundja nxehim vajin dhe u hedhim kështu përsipër me lugë, se vaji do vej 250 gradë, atë perime, le themi, specin e kështu, po t'ja hedhësh mbi vete kështu, sikur me lugë, dhe të bëjmë dhe tjetër, e kemi vënë atë pllakën e sobës që është e nxehtë, është skuqur vaj, është nxehur, atëherë më mirë e fikim atë edhe sikur ti lëvizim. Të rrudhem. Pak sa të vriten ato, pak sa të shkri pak ajo yndyre e djathit, kaq është e mjaftueshme. Jo një nxirje e tepëruar e saj. Atëherë, le të vemi tek kjo. Pra, do të përdoret një mëngjes pas gotës së çaj detoks, ose mund ta përdorim me musli, ose mund të përdorim për shembull një gotë kos ose qumësh, siç e përdorin shumë, se unë kam pyetur, përdorin nga një vezë, mund të përdorin pak djath, thotë, dhe ky është mëngjesi im. Po bukur shumë. E para, le të jetë çaji. Nëse nuk e kemi çajin detoks në shtëpi, atëherë për mëlçin do të ishte shumë mirë, për shembull, që të bënim pa diskutim ndonjë përzierje midis selinos, majdanozit, edhe mendra e butë. Pra, ne themi çfarë mund të kemi në kushte shtëpie. Mund t'i marrë këto së bashku, 2-3 fije mendër të butë, ajo mentha piperita, është e mrekullueshme për detoksifikimin e mëlçisë. Pra, e grijim këtë, e mbushim me ujë dhe e pim.
ja u bë një detoks i mrekullueshëm për mëlçin. Po mund ta agrim këtë energjikun, mendrën, në të gjitha gjellët që mund të hedhim. Dhe i jep një shije shumë të mirë dhe të këndshme. Në gjendje të freskët gjithmonë. Hiç në qoftë se do ta hedh tek pjata e gjellës, në tenxhere, kur gjithçka ka mbaruar, grim pak mendër, e përzihem, e kam heq gjellën nga soba dhe e lë. Kjo është e mrekullueshme, gjithçka më mbetet këtu. Atëherë, ja u përmirësua dhe u stimulua, si thuash, detoksifikimi i mëlçisë. Pra, me një mëngjes të lehtë, ku ne do të kemi, për shembull, pak gjethe mendre, ose majdanozi, ose pak selinoje. Cilat të kemi nga këto? Mendra është më e mira. Do të vemi tek një drek. Për shembull, mund të merret brokoli, që është i mrekullueshëm. Në fakt, kemi treguar që gjithë familja e kruciferëve janë shumë detoksifikuese për organizmin. Ose brokoli, ose lule lakra, speci, pak karota, pra perime jeshile, të cilat i ziejmë lehtë, ju shtojmë vajin e ullirit, dhe kjo është një gjellë e mrekullueshme. Nëse duam të bëjmë përsëri ndonjë pjatë me lakra tegra, edhe kjo është e mrekullueshme, me radhiqen, pra gjethe radhiqe, mund të marrim 4-5 gjethe për çdo njeri. 2-3 gjethe çikoreje, 2 fije mendër të butë, ndoshta edhe lëpjeta. Atëherë, këto thjesht kalojnë në avull ose zjerë. I marrim, një ti grirë kështu, bëjmë tufën kështu i gri me thikë, bëjmë një shplarje dhe një avull të lehtë, ose sa ti vrasim, si të thuash, ata shpërsinë e tyre në një ujë të nxehtë. Pra, këtyre lakrave, po t'ju shtrydhet një limon, edhe pak vaj ulliri, edhe kjo është e mrekullueshme, një pjatë e fuqishme detoks për organizmin e njeriut. Dhe me kaq, dreka do t'ishte e mjaftueshme. Pra, edhe e ngopim organizmin, edhe japim pak kalori, dhe e lëm, si thuash, në drejtim të shumës së kalorive, e lëm këtë organizëm të uritur. Pra, fillon organizmi që të marri, të konvertojë nga yndyrna dhjamin që kemi, këto trigliceridet, t'i shkri, t'i uli në vlera dhe të më mbush organizmin me energji. Darka ne e theksuam, duhet t'jetë e lehtë, për shembull mund të presim feta kungulli, e t'i skuqim në pak vaj, po sa t'i vrasim, jo t'i nxijim, sepse krijojnë disa substanca që nxisin, si thuash, zhvillimin e këtyre qelizave kancerogjene. Në çdo produkt që te kalohet procesi termik. Pa diskutim, do të thënë, në një libër amerikan përmendej shumë kjo gjë. Pra përmendeshin çfarë substanca kimike që ndoshta po ti do qytetarin ne ja themi. Njerëzit bëjnë barbecue, bëjnë zgara, kështu duhet të theksohet kjo pjesa. Po unë e vëre, pra edhe djathi i nxirr, edhe peshku i nxirr, edhe ndonjë diçka tjetër që skuqin, për shembull, sidomos atë qepën e kështu me radhë. Patoxhanin, specat, duke u karbonizuar, pra janë kancerogjene kjo pjesa, duhet të kemi kujdes. Aty krijohen disa substanca kimike, të cilat kur hyjnë në organizëm, nxisin zhvillimin e qelizave kancerogjene. Kjo pra. Pra, në këtë drejtim, ne duhet t'i mbrohemi, se ne për çfarë flasim? Flasim për të mbrojtur organizmin. Atëherë, edhe kjo është një prej tyre. Atëherë, e anashkalojmë këtë gjë. I themi ati, të lutem, mos na i nxij shumë ato. Mos e nxij. Jemi vetë ata që i bëjmë, kështu që duhet kemi kujdes te kjo pjesa. Për të kaluar te pastrimet e tjera, të organeve të tjera, le të bëjmë një shkëputje, të sponsorëve tanë dhe rikthehemi për të mbajtur shënim edhe për të përgatitur së bashku me doktor Ylli një recetë këtu në studio. Le të përqendrohemi tani tek disa kombinime ose te një pastrim i veshkave. Meqense u morëm pak me mëlçin, ose si do të jetë, bëhet fjalë për një pastrim 7 ditor themin, e? Po, afërsisht, po, është i mrekullueshëm. Jo se do të vazhdojmë më pas me të njëjtin ritëm ushqyerje ose do ta ngarkojmë organizmin, por është e nevojshme sa shpesh mund të bëhen pastrime të tilla. Kjo sikur të bëhet një herë në 2 muaj është e mrekullueshme. Sikur ta bësh një herë në muaj është mrekulli akoma. Agjërimi është një mënyrë detoksi? Është një mënyrë detoksi, po. Ose një mënyrë ushqyerje shumë e mirë që neve japim
kohë trupit edhe të bëj një detoks është kjo, të ushqehemi në mëngjes mirë për shembull, ham drekën nga ora 4-5 e pas dites, edhe gjatë kësaj periudhe thjesht mund të pish nga këto lëngjet kështu detoks dhe të mos konsumosh darkë asnjëherë. Për moshat mbi 50 vjeç, kjo është e mrekullueshme. Sepse ulet ai koeficienti i metabolizmit, ai përpunimi ushqimor tek organizmi, paksohet si thua edhe defekimi e kështu me radhë, kështu që neve ndihmojmë trupin me disa produkte që nxisin jashtëqitjen defekimin dhe nuk e rëndojmë me kalorit të shumta. Aq do njeriu në ditë mbi këto mosha, 1800, 2000 deri në 2400 kalori. Si të veprojmë tani për veshkat? Për detoksin e veshkave. Po, për shembull, mënyra shumë e thjeshtë. Thjesht me çaj me bishta qershie, mund të konsumojmë edhe 200 gram qershi në ditë, që është e mjaftueshme. Janë tani të sezonit, kështu që mos të mendojmë se marrim shumë sheqer, për shembull, 200 gram do thotë njeriu sa janë, jo. Ato kanë aftësisht 5 deri në 6% sheqer. Pra na bie shumë pak. Mund të themi sa çereku ose gjysma e sasisë së sheqerit që ka nevojë njeriu për konsumim për ta djegur gjatë ditës, ndërsa bishtat e tyre mund t'i mbledhim, t'i zijim dhe i bëjmë si çaj. Ose bashkojmë hithrat për shembull, një dorë me hithra, një lugë gjelle bishta qershie, mund t'i zijim mirë 2 minuta, 3, dhe këtë çajin e pijmë gjatë ditës, për shembull 2 deri në 3 gota. Pra është një detoks i veshkës që harrihet lehtë, por nuk përjashtohet mundësia që nëse bëjmë për shembull, le të themi një përzierje moll, panxhar ose ajo rrepa e bardhë që në këtë periudhë është e fuqishme për organizmin, në formë lëngu të bëhen të gjitha? Si selino, mund të fusim edhe pak mendër të butë dhe mund të themi që në këtë mënyrë, pra grijim si thua fruta që kanë ngjyrë të kuqe, të errët. Po. Siç është edhe ajo rrënja e panxharit të kuq ose kështu. Shtojmë këtë selinon dhe majdanozin, dega kërcej të cilat neve i grijim, shtojmë 2-3 fije mendër të butë, kemi përgatitur për shembull me këto lëngjet e frutave kështu, 1 gjysmë litër le të themi. Mund t'i shtojmë edhe pak ujë. Dhe këtu me të vërtet kemi kështu bomba për detoksifikimin e organizmit. Janë të fuqishme sepse këto substancat me ngjyrë të kuqe janë me vërtet të pasura me flavonoide të shumta që pastrojnë organizmin. Kur dikush bën një përzierje të tillë, pra pasi i përzien me ujin edhe të gjithë këto elementet që u that, e kullon. Ato pjesa që mbetet, mos kanë ato të përqendruar më shumë te fibrat apo nuk kanë lidhje me këtë pjesë që po flasim me detoksin. Kur themi smoothie, unë them një tamar, një ta grir siç është, i shtojmë edhe pak ujë dhe kaq. Është e mjaftueshme. Nuk do ta kullojmë. Nuk kullohet të pjesë i lëng. Nuk është se po t'i vëm piksynim vetes që unë këtë tamar do ta ruaj në frigorifer dhe do mundohem që t'ja heq këto, sepse ato mund të më krijojnë procese të tjera fermentimi, atëherë mund të bëhet. Por kur kjo është në çast, gjithë fibrat dhe fijet. Ashtu siç është ajo. Ashtu si kundër është e grirë dhe konsumohet pa u kulluar fare. Po. Nëse do të përdornim tani një, le të themi, përzierje ose një ujë pastrimi për trupin, nëse do ta përgatisim në këto çaste. Po, një detoks në kushtet e mëngjesit, po. Për shembull, ujin po, atëherë përdorim limonin, po. Një limon që e shtrydhim, po, lëngun e tij, dhe ajo pjesa pekana e ujit që mbajmë në tryezë të gjithë, tani që është edhe sezoni ku gjejmë mente të freskët. Koha në cilët jetojmë neve sot është që i ka të gjitha pajisjet, që mund ta shtrydhim limonin dhe të gjitha farat mbeten mbi të. Por ne le të themi, do të ulemi tek niveli i një familje më të thjeshtë që ka një pajisje për shtrydhjen e limonit në këtë mënyrë. Ja, do ta kruajmë mirë këtë dhe ja, s'mbeti asgjë. Të gjitha ato acidet organike, tashmë neve i kemi në
kanën e ujit. Por jo vetëm kaq. Ne duam për shembull që të shtojmë pak ose ginger të njom, ose të tharë. Për shembull, nëse e kemi të njom, është shumë herë më i mirë. Nëse dikush ka për shembull edhe vështirësi në frymarrje, ky ginger i shtohet për 2 qëllime. E para, përmirëson shumë mirë po frymarrje, s'ka shumë. Pra një lugë e vogël. Po. E përzijem se kemi lugën tjetër që mund të ndihmojmë për... Po. Do të hedhim në të 2 lugë çaj, fara liri, ose një lugë gjelle. Pra, ja 1, 2. Një përzierje e mirë po ashtu, pra lëngun e limonit, ginger pluhur, fara liri. Dhe duam në të shtojmë një maj thike, ose një maj lugë kafe me këtë algën. Pra, kjo është një algë deti, po është spirulina, e cila ndihmon mrekullisht mirë në detoksifikimin e trupit, por njëkohësisht edhe ndihmon dhe në tretjen dhe jashtëqitjen. Pra, nga gjysmë lugë kafe deri në një lugë kafe gjithmonë me anë të limonit është e mrekullueshme, po. Edhe përthithja bëhet më e mirë. Këto më mirë do të bëheshin në një filxhan të vogël, por edhe këtu nuk ka asnjë problem. Ja, do të ndihmojmë që kjo spirulin të tretet e gjitha në mënyrë uniforme. Duke qenë që hodhëm këto farat e lirit për të marrë ose për të përfituar këtë omega 3-shin dhe 6-ën, atëherë është mirë që neve ta përdorim pas 5 minutash. Dhe ndërkohë, në fund fare, mund të shtojmë edhe një lugë çaj me mjalt. Për shembull, marrim pak sipër kështu. Po. Kaq mjalt është i mjaftueshëm. Pra, jo ta ngopim organizmin me kalori, por të marrim dhe të përdorim... Sa t'japja të lezetin, themin ne, që të mos jetë shumë i thartë. Të kërkoj trupit, pra ta vëmë në kërkim. Po e loj që të shkri se ky mjalti mezi shkri ka këtu. Mezi tretet. Shiko, mjalti i mirë këtë veçori ka. Nëse do e mbarim kështu, bie si fije e holl, edhe tretet me vështirësi. Ka mbetur dhe në lugë. Po thuaj se gjysmë. S'ka gjë, ai për 5 minuta aftësisht ai do të tretet. E lëm gati 5 minuta dhe këtë Dhe mas ndërkohë, ky është një detoks që mund ta përdorin për shembull 2-3 veta në familje. Është shumë i thjeshtë si proces, nuk është se të kushton kohë. Është krahasuar me pijet që shiten edhe që një mënyrë tjetër mund të jetë kjo. Për shembull, hedhim këtë ujin e ngrohtë, pak fara liri, mund të hedhim një lugë gjelle për çdo person me uthullën e mollës egër. Shtojmë dhe këto ingredientet e tjerë dhe mandej lëngu është i gatshëm për t'u pirë. Pra uthull e mollës, ujë ngrohtë, fara liri. Po, pak ginger dhe kaq është e mjaftueshme. Nëse kemi për shembull majdanoz të njom, nenexhik të njom, mendër të butë kështu, mund t'i grim pak gjethe këtu dhe kjo bëhet përsëri gati. Me këtë ngjyrë, veç se ato acidet malike, aty i japin atë shijen e një bukete shumë të mirë ti lëngu. Dhe provuar një 7 ditësh një herë dhe pastaj kjo të jetë si thuash si rutinë e përditshme. Her pas here njeriu bën një gotë të tillë të ngrohtë me pak mjalt, pak uthull mollë ose pak limon, fara liri, të cilat ndihmojnë shumë mirë edhe për aparatin tretës, si kundër kemi thënë, për shkak se të gjithë njerëzit do vënë re për shembull efektet pozitive të largimit të gazrave nga organizmi, nuk do të prodhohen aq shumë gazra saç mund t'i prodhoheshin më parë. Është një lloj çfyrje e barkut. Patjetër. Pra, nëse organizmi ka shumë gazra, edhe kjo është një shenjë tjetër që po toksifikohet. Dhe këto duke bërë pastrim në organizmit, i ulin ato ose i zerojnë. Kjo është një gjë shumë e mirë pozitive për organizmin e njeriut. Nëse do të ndaleshim tek organi më i madh, siç është lëkura,
Po. Nëse do të krijonim ose do të këshillonim sugjeronim një detoks për lëkurën, cili do të ishte ai? I pari unë do thoshja është vrapi. I mrekullueshëm. Po. Si thot italiani, vrapoti është i bukur. Pra, nëse ne do të bëjmë një vrap, ta nxisim trupin që të djersi, vrapun ju këshilloj edhe të moshuarve në kushte shtëpie. Ai nuk është se do shtypim në kronometrin dhe të kapi 14 sekonda për 100 metra, jo. Vrap me hapa të lehtë, jo shumë të shpejta, në kushte shtëpie, nga korridori te kuzhina. U lodh, ec me hap të shpejt, derisa njeriu të marri dhe të krijojë ato bulzat e para të djersës. Pse e përmendim këtë? Sepse ndodh që ai sebumi, ajo yndyra depozitohet gati në shtresën nën lëkurën, po, dhe krijon procese të tjera që vështirëson atë frymarrjen e tij. Pra edhe kështu mund të ndodhi, mund bëjmë dhe në shtëpi vrap. Po, në kushte shtëpie. Po, të lodhim trupin, të vëmë atë në lëvizje, të djersitemi. Dhe shkojmë, bëjmë një shplarje të trupit me ujë të ftohtë. Është e mrekullueshme edhe për heqjen e celulitit. Pas kësaj, ne kemi shpjeguar në studio si prodhohet uji i trëndafilit. E kemi çuar dhe në kamerën në Lushnjë dhe kemi filmuar për ujin e trëndafilit. Edhe pak ditë më përpara e përgatitëm, ja, ku na ka mbetur dhe kaq, kjo është e fundit. Shurupi i trëndafilit që përgatitëm me petalet. Me këtë ujë trëndafili, ne mund të lagim pjesën e fytyrës, po jo vetëm fytyrën, po kalojmë nga qafa, nga krahët, nga duart e kështu me radhë. Në mungesë të kësaj, mund të përdoren për shembull hidrolatet e sherebelës, të livandos dhe të rozmarinës. Po më shumë, sherebel dhe livando. Rozmarinën mund ta vendosim në pjesën e kokës, se po ta vendosim nga fytyra na nxit mbirjen e qimeve, i shumon ato. Më mirë, rozmarinën e vendosim te koka dhe hidrolatin e livandos e përdorim nga trupi. Që do të thotë, i bëjmë një pastrim dhe fillon ai një mënyrë rigjenerimi së brendshmi të saj, të lëkurës, ndërsa trëndafili, si thua, na jep atë bukurinë trëndafili e jep nga brenda organizmit jashtë lëkurës. Pra, uji i trëndafilit edhe mund të pihet, përdoret për shplarje në të dyja format, po për freskime, benefitet për të cilat kemi folur. Kështu që na mbetet gjë tjetër në fund fare, doktor, të provojmë këtë detoksin. Ky mjalti akoma nuk është tretur, po megjithatë ja po e hedhim në gotë, për të treguar se sa e rëndësishme është që të kujdesemi edhe për këtë proces, pra të pastrimit të organizmit, duke qenë se të gjithë jemi të ekspozuar ndaj toksinave të ndryshme, qoftë së brendshme, qoftë si jashtme, nga ajri, produktet kozmetike, ushqimet që konsumojmë, ndaj organet kanë le themi mundësi dhe dëshirë që të rigjenerohen, të pastrohen, kështu që ne duhet t'i ndihmojmë përmes detokseve të tilla. Faleminderit. S'ka gjë, unë po mbaj kanën, ju e gotë. Gëzuar. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur. Kë punta do t'jetë dhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli. Jemi nesër bashkë. Mirupafshim.